Zyrtarët e komunikacionit të stacionit policor në Gjakov po vazhdojnë të jenë në krye të detyrës për të zbatuar planin operativ të nisur me 16 shkurt që në fokus ka ngasisit e pakujdesshëm që parkojnë makinat në zonat të ndaluara. Mergim Beqiraj nga Task Force a stacionit policor në Gjakov ka folur se çfarë përfshin ky plan operativ. Ashtu si që një ndjeni, nga data 16 e këtij muaji, stacioni policor Gjakov ka përballuar një plan operativ për pastrimin e trotuare, largimin e veturave nga trotuari, po ashtu për përdorim të telefonit, përdorim të rripjet sigurisë, ku çdo kundërvajtës i cili parkon veturën në trotuar do të ndeshkohet sipas ligjit. Po ashtu policia do të jetë çdo ditë në rrugë, ku do të vazhdojë derisa të gjithë pjesëmarrësit në komunikacion do të respektojnë ligjin. Ky plan operativ me shumë përkushtim u realizua edhe gjatë natës së mbrëmshme në disa rrugë të qytetit, shtoi Beqiraj. Në bazë të planit që e keni, sot e kena filluar me rrugë kryesore të qytetit, ku fillimisht kena vazhduar në rrugën Nenën Terez, në Yllmorina, në rrugën Martirë Çerkeze, në rrugën Bujaroka, po ashtu në rrugën OÇK, ku këto rrugë ka pasur ankesa të vazhdueshme nga qytetarët e komunës së Gjakovës. Ky aksion erdhi pas ankesave të shumta nga qytetarët të cilët kanë raportuar vështirësi në qarkullim si pasojë e automjeteve të parkuara në trotuare, vendkalime për këmbësorë dhe hapësira të dedikuara për persona me nevoja të veçanta. Çdo ditë stacioni ka pranuar informata se ka parkinge ilegale, dhe ku nga këto është krijuar nevoja që të formohet ky plan operativ për lirimin e trotuarëve ku këmbësorët të kenë lëvizje të lirë dhe po ashtu edhe persona me aftësi të kufizuar, fëmijët e të tjerë. Në veçanti shqetësuese mbetet bllokimi i vendeve të rezervuara për persona me aftësi të kufizuara. Përfaqësues të kësaj kategorie kanë theksuar se shpeshherë detyrohen të presin ose të kërkojnë hapësirë alternative për shkak të mosrespektimit të sinjalizimit horizontal dhe vertikal nga disa drejtues automjetesh. Prandaj Beqiraj thotë se aksioni do të vazhdojë edhe për disa ditë të tjera. Ky plan do të vazhdojë derisa të gjithë pjesëmarrësit në komunikacion të respektojnë ligjin në tërësi, si dhe të shohin se policia është duke vepruar sipas ligjit, ku po ashtu ne i falenderojmë edhe qytetarët e Gjakovës, të cilët janë duke pranuar mirë këtë plan dhe janë duke na respektuar dhe duke respektuar edhe rregullat, ku tash jemi duke parë që kemi më pak gjoba në komunikacion pasi që qytetarët janë duke respektuar rregullat dhe janë duke i parkuar veturat e tyre në vendet adekuate. Gjatë planit operativ të realizuar në orët e mbrëmjes, njësitë policore kanë shtuar prezencën në terren duke shqiptuar gjoba. Zyrtarët policor gjithashtu bëjnë të ditur se e gjithë kjo po bëhet me qëllim rritjen e disiplinës në trafik dhe garantimin e lëvizjes së lirë për të gjithë qytetarët.